ka pasur dy reagime shumë të forta nga dy drejtuesit më të lartë Partisë Demokratike, përkatësisht sekretari i përgjithshëm dhe kryetari i Partisë Demokratike. Zoti Noka fillimisht në një intervistë televizive që ka dhënë mbrëmjen e djeshme e ka cilësuar takimin e zotit Saliani si takim të sponsorizuar dhe të organizuar me mbështetjen e Suel Çelës dhe të njëjtën linjë ka mbajtur edhe ditën e sotme zoti Berisha në konferencën që ka zhvilluar për mediat, ku ka theksuar se kjo është shkelje një vije të kuqe që ka Partia Demokratike dhe jo vetëm antarët e kryesisë apo drejtuesit e saj, por çdo antar struktura është Partisë Demokratike automatikisht sipas tij janë të vetë përjashtuar nëse e shkelin këtë vit kuqe, pra bashkëpunojnë dhe ulen në tryeza me eksponent të botës së krimit, sikundër opozita akuzon në këtë rast Suel Çelën. Pritet ketë zhvillim interesant pasi si zoti Saliani, por edhe një pjesë e mbështetësve atyre që kanë marrë pjesë në takimet që zoti Saliani ka zhvilluar janë antarë të Këshillit Kombëtar, kështu që do të jenë të pranishëm ose pritet më saktë jenë të pranishëm në mbledhjen që do të nisë prej orës 17:00. Ashtu si kundër janë të pranishëm edhe pjesëtarë të disa nën grupeve të tjera, nëse mund të përdor këtë term, si kundër janë personazhe që kanë shprehur pak kënaqësi për leadershipin e Partisë Demokratike dhe mënyrën se si kjo forcë politike ka reaguar pas zgjedhjeve të 11 majit, por që nuk janë bashkuar në lëvizjes që zoti Saliani ka bërë në Partinë Demokratike. Pra janë kritik me leadershipin e zotit Berisha dhe zoti Noka si sekretar i përgjithshëm, por po ashtu nuk janë bashkuar dhe nuk e kanë mbështetur Ervin Saliani. Këto janë pak a shumë dy tematikat kryesore, pasi e theksova Ujeza, arsyeja kryesore ose versioni zyrtar i thirrjes së kësaj mbledhje të Këshillit Kombëtar është organizimi për protestën e datës 22 dhjetor, për cilën fakt informacionet që unë kam kanë nisur që prej mbrëmjes së të hënës takime intensive në bazë nga deputetët dhe antarët të strukturave të Partisë Demokratike, por pjesë timeve pritet që të jetë edhe çështja e brendshme, ky debat i ri, kjo situata e re që ka krijuar lëvizja e zotit Saliani bashkë me disa antar ish kandidat të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 maj. Do të ndiqet me interes gjithashtu edhe qëndrimi që do të mbaj, qëndrimi definitiv që do të mbaj zoti Berisha nëse do të ketë ndonjë kërkesë për përjashtim zyrtar të zotit Saliani nga antarësia e kryesisë, në cilën fakt ai është i kuoptuar pasi nuk ka qenë antar kryesie i zgjedhur, po ashtu edhe funksioni parlamentar që ka pasur përpara se të burgosej tashmë nuk e bën më atë antar të kryesisht, kështu që do të ndiqet me interes dhe të shohim gjatë kësaj mbledhje të Këshillit Kombëtar se si do të veprojë kupola drejtuese e Partisë Demokratike me zotin Saliani, dhe nga ana tjetër përgjigja e këtij fundit qëndrimi që do të mbaj pasi në mbledhjen që u zhvillua pak ditë parë pas kryesisë, por edhe gjatë kryesisë në informacionet që neve kemi, nuk është se është kursyer apo është treguar, po themi, më pak i ashpër në kundërpërgjigje ndaj zotit Noka apo edhe zotit Berisha. Po, Jeza. Qartë, Ardi, të falenderoj për këtë raportimin, për të gjitha detajet që na përcolle.